إن الحمد لله نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, transmeton Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu thot: "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Thot ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I ka thënë: "Ya Rasul Allah, allimni wa ujiz." O I dërguari I Allahut, më mëso, mirë po atë mësimin që do të më japësh, më jep shkurt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Kur ngrihesh dhe ta falësh namazin, fale sikur me qenë namazi I fundit I joti. Pastaj thot: "Wala takallam bi kalamin ta'tadhir minhu ghadan." Mos e fol në një fjalë për të cilën fjalë do të kërkosh falje nesër ose do të pendohesh nesër. Wa ajmi al-ya'sa amma fi aydi an-nas. Edhe mos e lakmo atë që e kanë njerëzit në dorët e veta. Kjo është hadith I cili sipas dietarëve është hadith hasan, edhe e ka bën hadithin hasan Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Të ndershëm vëllezër, në këtë hadith I nxjerrim 3 mësime. Këto mësime që do t'i themi tash, jam I sigurt që I keni ndëgjuar, nëse I keni ndëgjuar dhe I dini, ti përkujtoj. Si person, si njeri, më brengos një punë, posaçërisht me ata të cilët janë të rregull në namaz, mirë po e shef të ata një sinqeritet të ngritur edhe të lartë, mirë po me shumë lëvizje. Me shumë lëvizje, kur nisim me shku në xhami, ma shumë kohë japim vetes mu taku me dika me bo muhabet në jashtë, edhe pastaj mas farzit me me dal jashtë, se sa mu pregadit seriozisht me dal para Allahut, edhe mos muhabit me gjëra tjera, por me qenë të lidhur ngusht me Allahun, e pastaj mos me mendu se kur dal jashtë e takoj filanin apo nuk e takoj. E para, e dita, kur të him mrenda në namaz ka rregulla, në qoftë se qenë kanë sunete edhe mustehabe, mirë po para Allahut, kur dalim, këto rregulla duhet mi mirëzu poshtë, edhe në qoftë se është mustahab, mu mundu me e qunë vend, edhe në qoftë se është sunet, mu mundu me e qunë vend, e mos lasim për vaxhibe edhe për farze. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësimin e parë që jep sahabëve në këtë rast edhe neve është, kur ta falish namazin, planifikoje, bën e plan që o namazi I fundit, si t'jap selam edhe vdes. Kështu o matematika. E tash në qëfëse ti, me të vërtet të regon dikush që mas një ore ki me vdek, që kështë e bon? Shukur ata, ne e përmendëm shumë gjallar, folën, me 21-12 bon kiameti, do pisfrigo u farën, e do supermarketin e bletën, e do tjerë veç kajshin. Ama ne musliman si kemi pas këtë problem, se ta këshim dit në 100% që o kiameti, me siguri ishim falë, krejtë sejzve. As soka, as misha, as buks kishim lej. Po këtë kishim ranë sejzve dhe kishim kërku ta uba Allahit në fali gabim. Ama alhamdulillah që ne edhim këtë çështje mirë, ata tjerë që nuk kanë iman dhe nuk kanë fej, ata qka kanë ban do varën, e do e vajtëshin vetën se ende jemi 3, e pa martu e si kina me vdekë kështë më rath. Edhe në qofë se ne dim tash që o namazi I fundit, që këshim I bon? E këshim falë namazin me muhabete, me mendime, sepse ka njeri që dhe kërthin namaz me ndonë, ose keq ose mirë. Ama në të di rastet me mendu namazon, ndoshta njeri unë nuk e nxjerr nga namazin, nuk e prish namazin, ama edhe para Allahut, edhe me mendu keq.
o katastrofë. A mos flasim edhe Allahu Ekber, edhe thuhet ti po ti krujeve mirë të shtëpia, kthej flokët mirë të shtëpia, ndrej që ka ishin mirë të shtëpia, mërthej pullat mirë të shtëpia. Jo kur si ti një namaz, kruj hundën, ndrej mekrën, ato që s'kan mekër fërkohu, ndrej atë po matën mirë ku i ka metë pa ndrej. Ai tjetri drejto ka ishin, ki mërthej pullat. Para kujt ki dalë para Allahut? Jo vallaj, ti me që këtë gjesë nuk ke dalë para Allahut. Ose e falë namaz, inshallah Allah ta bën namazin mu dhe ti dhe të gjithëve kabul. Ama që ki lloj namazit nuk ka namaz me përkushtim. Nuk ka namaz sikur me qenë takimi i fundit i jote ose imi me Allah subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, namazi është kushti i ditë islamet. Pas shahadet me një vjen namazi, është tillë, është çështje e rëndësishme, është namazi çështje që e dallon muslimanin prej muslimanit. Shumë hadithe, para kësaj shumë ajete e vërtetojnë në të gjithë e dinë. Për ata që nuk e dinë, le ta dinë që pa namaz nuk ka xhenet. Pa namaz nuk ka shpërblim, as këtë botë, as në botën tjetër. Pa namaz askush nuk shpëton. Gjëja e parë që i kërkohet njeriu në varr është namazi. Nëse me namazin i kemi punë të mirë, krejt punë tjera më të lehta. Nëse me namazin kemi problem, krejt punë tjera vështirësohen. Mirë po përpjekja, mundimi, vazhdimësia, namaz duhet të jetë e vazhdueshme, duhet të jetë me sinceritet të bollshëm, edhe duhet të jemi më të mbledhur, më serios kur të him namaz. Sepse ban vaki, me vejt dikat, çka kënoj imami, alhamdulillah, i dim se pa e kënu alhamdulillah, s'ka namaz, po mos anejna. O që valla shumë fejlë dhe zë, tamam. Ama ban vaki e lezon kule vallajnë ti nuk shkon me, nuk në tejkët. Pse? Si kënë dëgju. Dhe me thonë, s'ke qenë i lidhër ngusht me namazin. Na imami këndon, lëne se gabimin, se ka imam që e gaban, a i safit pari ditë duhet me përmisu. Me subhanallah. Me fjallën subhanallah që ati këty kujtojnë. Ama imami e këthem, thot, pse se më përmisojnë, valla, o zë i na abit se dim të iqë. Do me thonë, kjo argumenton që nuk kemi të lidhur. Unë jam duke folë edhe për vete, mos me dojtë diku që ki me lakja e ne kina gabime. Kjo nuk vlenë për mu edhe për ju tash. Ama edhe ne mundemi me gabun këtë rast. Edhe ne mundemi me qenë gabimtare. Dhe mos të bëmi se ki derë se nuk o për mu as për kase, për filanin. Jo, kjo fjallët e mira e për të gjithë. Edhe në qëfë se ne e kemi mirë namazin, jemi të lidhur ngusht me Allahun, nuk mendojmë diçka të mirë ose të keqe në namaz, bile ta vazhdojmë kështu. I thrasim tjertë që kur të vinë xhami të jenë më serios inshallah. Thotë Ebu Bekr el-Muzani radhiyallahu anhu, nëse dëshiron që namazit të bëj dobi, nëse dëshiron që namazin që ke falë të bën dobi, atëherë thuaj, ndoshta unë nuk do të dalë para Allahut. Ndoshta unë nuk kam mundësi me falë namaz tjetër. E njëri që kështu hin namaz, ai ka me qenë më serios para Allahut. Tash mos e krahasoj unë para kryetarit me dalë para ati policit e para arsimtarit edhe para generalit. Ai mizat ka përcen të ban të zgudzon me lëviz, asinin se në lëviz. A para Allahut kruju në rejtë shu. E tash kua, ti po i frigosh të kujt, ose po i frigosh të kujt. Kjo argument shumë i keq. Se pala ti se mundet me mandal të rogën, e mundet me më përjashtu, e kam me mdenu po frigom, apo kur dalë para Allahut, unë munda me levis. Pse se 3 metre me ecë s'prishet namazi. Pa nëse ban vaki, 3 metre ecë, në qofse i safit lirohet, e mu safin. Ajo me bon salta, edhe mu falë edhe levis. Kjo nuk është seriozitet që ne mund si musliman me të regu për Allah subhanahu wa taala. Edhe pse Allahu e din seriozitetin tonë, sinceritetin tonë, niyetin dhe qëllimin tonë, mirë po ne me zemrat që ka e kemi nuk mundemi me të regu për pasi me punë tonë. Cili prej është mundet me thonë, valla unë e pate niyetin e mirë. Punën e ke gabim. Ne si pas punë edhe e vlerësojmë niyetin tonë. E ki pas një jetë, për shembull me ndimu, atë ndimoj me valla më ka ndimu, tamam, një jetë jotë ka shku në vend.
A mund e kam një jetë që 50 vjetë të e ki një jetë, ama kun herë se ke ba. Ne argumentojmë që një jetë jotë ka qenë i dishim. Thot Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an, qad aflaha al-mu'minun, vetëm se kam fitu besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namazin e tyre, ose ata të cilët namazin e bëjnë me frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, ata të cilët janë të sinqertë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të ndershëm vëllezër, sinqeriteti është i lloj-llojshëm, qëllimet janë të lloj-llojshme, mirëpo ne si musliman ndoshta shumë dobët, mirëpo imani alhamdulillah që rritet edhe zhvillohet, inshallah Allah na mundson të shkojmë në rritje e sipër, asnjëherë mos të bijmë në aspekt të imanit dhe në aspekt namazit. Thot Mujahidi, Imam Mujahid, një ajet që thot ndaj Allahu të jemi respektues, qëllimi jonë të jemi respektues në namaz ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kjo ajet në surën Al-Baqara, kur e ka shpjeguar këtë ajet, ka thënë prej këtij respekti që e bëjmë ndaj Allahut subhanahu wa taala namaz është kur bëjmë ruku, të bëjmë si duhet. E keni pa rukun, ti mundesh me e bën veç disa santin me ran ruku, edhe mundesh me ran ruku që ashtu si duhet me ran ruku. Edhe thot prej frikë respektit ndaj Allahut është kur bëj sejdë me ran për një mesazh. Pejgamberi sa më ka thonë, mirë për ata që vjedhin namaz. Sahabët i kanë thonë, ja Rasulullah, si mundet me njeriu me vjedh namaz? Thot, shumë lehtë, si as sejdën, as rukun nuk e bën tamam. As në kiam nuk rrit tamam. Elhamdulillah e falë sikur para 15 vjetëve të në taravija. Më një mend. Kur gjahëj, Allah paran rukuaj, dum sejdë ki dum si karat. Si morref, marr dhe një që sfalet me na popin, ose to çka ti doj se u rrefën. Ju e keni pa në YouTube që lëshon një imam kur e rrefën. Mira kanë moj. Inshallah për ditë rrejnë nëse se fal. Pse se namazë, do të thonë ti ke dal me kri punë. Shkolloj futboll vëllau ushtron, mos ushtron namaz. Ka rregulla kur dalësh para Allahut, pra edhe teshat më të mira, edhe parfem, edhe do të thonë krejt punë më seriozisht do të bëj. Prap kthehemi te qëllimi, sinqeriteti dhe serioziteti. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu thot njeriu mundet me u zbardh mjekra duke u fal, edhe Allahu mos më ia bën asnjë namaz kabul. Ose asnjë namaz mos më e pasë tamam si duhet. I kanë thonë Omer, si mundet më ndodh kjo? Thot vallahi, një njeri që nuk është i përqendruar në namaz, nuk e ka për një me namaz, lëviz shumë, ama për paket për shumë lëviz. Ai njeri sado që falet nuk ka mundësi me qenë namazi i tij tamam. Para mendoj o Zoti Omeri këtë fjalë ka thonë kohën e sahabeve. A për ne çka kish thonë? Me marët, që them carin e muslimanve dhe si emirën mu'minin e me ullë që ti, edhe me na pa të u falë. Ndoshta ka 100 kamxhika në kishë në kredve. A i njoni thotë unë e spata fajbe i sleviza. A i cajtë diktante e kije për një me ajo. A jos ne si e falim namazin. Njoni qatë i rej jash, i thamë hinëve në gjami, unë ose a i mu më thotë. Unë e rije, edhe një fjallë. I thash më thaj, kur ti thamë, pëse si thaj, gibet, sa dush, muhabete, talavia, hajde mi namaz, ka dhe në pak, kur të hinje, ara në ruku, hujum. Aj, kush e ngon këtë imamen, zdi me kënë alhamdulillah mirë. Dete në ruku që një e shpotova, shuj se e shpotova namazin dhe me falë 5 minuta e falë për 4 e gjimës. Ta shti, edhe kjo në gjami dhe e banë plan një reqat të azansh në sejgjde. Unë të gjami e Uhudit në Dijan, fatkeqësisht për e tregoj, i kam do gjemat, ama i kinat një dishtila ati. Kush do në me ardhë me e pa në të vjen, në Dijan, në gjami e Uhudit. Dishtila edhe do musliman shumë të mëdhoj, nuk falen me dishtilave. A mua dhe që kam vinë interesant, pse që 10 vetë bashkë që ative njerëzve ju bi mu falën me dishtillave? Si hiq nuk i venin mare, se kur nëherë nuk i ka bo vakim mu falë safin e parë. Punëtar i madhë,
Shpirë nëse ka 10 katë, 10 kera si ka, 10 vetë si ka shkollu, lapsa s'kujt si ka blej. O gja, unë e mendoj që unë i thame i banë, pëse kur ka kallabëllëk banë mu falet, i s'prish punë. Ja, unë e mendoj se zbanë. Amo jo, mu më vinë, si të vinë punë ati për dit e për natë mu falë që ati, pëse pas kjeve të një jetë namazë, veç ki një jetë fitneve dhe fesadi. Kjo matematika e fundit. Që ato njerëz e 10 vetë, 15 vetë, mi të gjithë, që këto shtila, pëse si hekni ju këto? Hekni se ka dhe një që thotë se kam namazin kabullu. Se ki namazin kabullu, mas imamit falu. Një musliman i mirë. Mos e bërë punën mu falë ati. Edhe këto shtila me kanë valas, qka me majtë atë naltë. Mirë po, kur nuk ka jo seriozitet, atëher ka muhabet. Edhe rrim jashtë, fatkeqësisht të regojmë sunet, ka në tjetër, njërzive jo kina mush menën që ne e mbrojmë sunetin, e do rri rahat, e kini ba flejnë, hajtë se këto e mbrojnë sunetin, hajtë se këto e mbrojnë fejnë. Kush janë ato? Po, e dojnë ditra vetë, rrinira flejnë ju se, si konë unë e flejnë rahat, për shemë thama, e se ka polici. Mo me mejtë për policinë 3 herë në ditë rejnë edhe të vedhin. Po hapi si të vetë. Dhe me thonë, këto e në ato situata të palakmueshme që në ndodhin neve, a e ende mendojnë se mirë është puna. Nuk thamë që është keq, dhe me thonë, alhamdulillah namazin e falim, inshallah Allah në van kabul, se as kush prej neve nuk e din namazin Allah e ka bon kabul, as e ka bon kabul. Një namaz me na u bon kabul, inshallah Allahu në është problem me gjenet. Ama kush në të regonat? Kush mundet me në të regu se ti të bon kabul dhe ti s'tu bon kabul? Por atë qka këte ne kam bet, në trojet tona, si të falet namazi, Allah i kabul, Allah i kabul, Allah i kabul, Allah i kabul. Edhe kjo a problem. E dini pësa a problem? Se për shembull unë, ku e di unë jam duke bon dhe një dua, dhe një lutje, tasha me bon dua, lutja, si sëllit mi folë, po me përshëndet muslimat mi ju e dhonë dorën, unë i ditë e përmejnda atë ajetin, ku ka të bëj miran sejtë dhe Ademit a.s. Allah e ka obligu me lajtjet dhe shejtanin, iblisin, bjeni sejtë, këti ka raj jo. E ta që e sejtë, a ban ende sot miran njëriu të sejtë me u përkull nuk ban. Kur është ndalu në kohën e pejgamberit ka thonë, se kur ka ardhur një sahabe prej Damaskit e ka thonë, ja Rasul Allah, ka dosh me u përkull. Pejgamberi ka thonë, çka i të bo? Thot, po, çfarë mos priftit e çfarë mos njerit në Damask po i përkullën, pse ne mos të përkull ti, ku pejgamberi Allahut? Ka thonë, Allahu e ka ndalu mi u përkull njeriut, e ka liu me musafaha, mi adhan dorën. Ama kur ka nevoj, ki po, me zdi si maf, ta shtehin, edhe janë 30 vetë, ketëve dy u folë 15 minuta. Dhe njës të ka pa motiva, ka përqafe, qafë 7-8 herë, si ja i mirë, ku ja i mirë, pse edhe, pse shkove. Jo, salam aleikum edhe me një qash. Dhe që fësa është duke folë të i kush, bida selam, nuk ka nevoj. Pas taj përshëndetësh. A e mos lasin në gjami. Allah i kabul, Allah i kabul, Allah i kabul, me gënë thonë, oj, inshallah Allah i s'ta ban kabul. Që ka pa në atëherë? Pseve Allah i s'ma ban kabul, ave se të rishte ki levis, qfar kabulli. Edhe levis, edhe kruga, edhe bile ma keq. Allahu ekber. A i krisë e dhejt, po i nita 12 krisë me gishti 3 herë njënë i ka krisë. Se 10 gishtë, së mundët 12 herë me kërësit. Ama njënë i gishti ka po vaki 3 herë. E ta është dikush thotë të hoxha në unë valot në nërhabitna. Bile jo kështu, po për zgati, trak. A është kjo regull? A është mirë? A të është logikisht, leni argumentet kuran sunet që kanë thonë djetartë. Logikisht, nëse kur del para babës, a duesh me këshinin si një babën, a me unë shkrijen pak. Duesh me ullë krijen se torpa mare. Mare, kur ta shofsh njeri unë si, kështu si me i natrit, më është frigna, apo të më ferë, apo rrethme. A para Allah del edhe levise, hajte. Po du me argumentu që sa ma pak sinceritet namaz, ndaj namazit tanë, posa qërisht, pas të ndaj Allahut, atë që ma dopt do t'jemi edhe në këtë botë dhe në botë tjetër. Inshallah Allah në uzam. Abdullah ibn Zubejri, radiallahu anhu, thot, tregohet për Abdullah ibn Zubejri. Do me thonë, një sahabe tregohet për Abdullah ibn Zubejri, kur ka ranë rukua, i thot,
vallaj një shpend, mere, edhe vëndojemi shpinën ati, mundet dhe shpendi mu knash të fletë. Pse, qaj që nga rafsh mirë që ka ra. Rakën e s'ka nejtë, subhanë Rabbil Adhim, pse mi Allah në mënën, në sejgjde. Jo, pa i ka nejtë gjatë, ka thonë, bile 10 herë, subhanë Rabbil Adhim, kada ka dalë. Thotë dhe me thonë shpendi, se për para, edhe fëmijët i kanë marë. Fëmijët me fëmijët, trapë kër ka rarë rukos në sejgjë, trapë fëmijët për me ve. Dhe i ka flejt, ja 5 minuta ka flejt, se 5 minuta ka nejtë sejgjë. Ne, o gjë, sa sinet 3 herë. Asë ma shumë, asë ma pak, po. Po në mund është edhe 1 herë, mund është edhe 100 herë. Nuk ka farës 3 herë. 3 herë, një dituri që e dim, ne që o mirë 3 herë. Ama mund është edhe 1 herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, edhe 30 herë. Ebu Bekër ibn Ajashi thot, e kam pa Habab ibn Thabitin radiallahu anhu duke qenë në sejgjde, vallaj mos ta kisha ditë që a i falët, kisha mendu që i ka vdek. Ama thotën e kum ditë që e të falë, se mos ta kisha pa që e të falë, kisha shku me prejkë se mos ka vdek, qaj gjithë gjatë që i ka nejtë sejgjde. Te ne tash nuk mundi me mu krasohë me sahabët, e mos lasim me përmëstam, nuk krasohën të punë, mirë po pak me jam përgjaj. Ne tash kujt jam përgjaj, jo musliman. Shumë kemi më rakë. Aje e me... E përmëstam ka thonë, dhe të vjen puna që ne do t'i pasoj krishterët dhe që i futët, ato në birë të hardhucës, ne në birë të hardhucës. Ato dalin e dalim, ato flenë e flenë. Ato hanë në hanë, s'hana. Qëka të bëjnë ato dhe ne? Ja, për përmëstam, qëka u ka bon? U konë të i prej thojt edhe këtu në gjunë. E kini po kur të bëjsh gjunin rafsh të konë. E i kalon thojnë këtu. Ka ardhë një jahudi i ka thonë, o Muhammed, se si ka thonë, ja Rasulullah, Muhammed, edhe nebe kështu e bëjna, edhe ju kështu e bëjna, thojnë. Edhe ju e bëjni që ne i gjujna. Veç më s'ta bojë si këraj. Do me thonë, ne duhet me shku pas sunetet për nëstam, jo pas muhabeteve dhe filozofiat dikuj tjetër. Të ndërshëm vëzër, kishtë mësimi i parë se për këtë ti hadithit, kemi më të përkushtuar dhe më të sinqert kur ta falim namazin, sikur me qenë namazi i fundit joni dhe takimi i fundit joni me Allahun subhanahu wa taala. Porosia e ditë ose mësimi i ditë është mos fol ndonjë gjë për të cilën do të pendohesh nesër. Kjo gjuha që e ka mu s'ka koc, ama nuk ka gjuhë në botë që ka koc, unë këta e di 100%. Me pas koc nuk e thonë gjuhë. E ki pa gishtit, a mundesh me thonë si gjuhë. Nuk ka gjuhë kjo, se ka koc. Qka ka koc nuk ka gjuhë. Pse se gjuhën ku dush be, e ki pa që shkon qëfar shpecije në gojë ka, këtë dush e që. A kur t'janis me folka e prapa, se në nalë. Qka e nalë gjuhën për me folka e mara? Veç imani. Edhe kshila. E ki pati ka shok e ki që e ka njësë me folka bim, dale. Ama na i folka bim, mundot me po cirkus, ama pa lidhje të injunan e qeshemi. Kur të qeshi unë, kjo i vjen dit shia e ka. Se dhe ja pleja ti me folën, dhe me gabu edhe e dita, unë e thamë, me bo me folën, unë ja shkoj ati e zde, se unë kur qeshë dhe me thonë e ka bëndi qka, nuk e ka tamam. Të ndërshë vëzëm, porosi, e mëse vetën dhe juve dhe të gjithë musliman këtë që janë të arruajmë gjuhën, keni ndëgju delë se për gjuhën, keni ledzu vetë, ju e dini, edhe logikisht njëri ju e dini se, dhe me thonë qka flet goja, dhe njëherë e pagun shpina. Dajaki. Kështu edhe ka ndodhë historiet. Ndalëve jo, ndalëve dhe jo. Ka për refe, e valla i kumbra pishmanit, ama i si ta është kjo tek të i bjen pishmanit. Pse se dikush me kshila nuk merë vesht. Ka regula dhe tjera që përdorën. Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anhu, thot, pasha Allahun, nuk ka zot tjetër veç ti mbi tokë, as gjë si gjua nuk e meriton burgimin e gjatë. Ka po bejnë Allah, thot në qëfë se duhet me burgos dika mësë shumë ti, është gjuha. Gjuha e meriton e, për një men burg ama, kur të dale me pi burgit, e hajtë s'nalet ishë.
Për atë shkak me gjuhën bëhet gibeti, me gjuhën bëhet në mimja. Ai për me kanë lidhje direkte me zemrën dhe me mendjen. Dise për e dash mendja, për e mendu, edhe për e dash zemra ti nuk e thu. Ama për atë shkak mendoje mirë, bile mas miri me hesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë thuje një fjalë të mirë ose hesht. Ubejdullah ibn Ja'fer radiallahu anhu thot, nëse njeriu në një tubim flet dhe i pëlqen fjala që e thot let hesht. Do gjë shumë interesant. Për shembull, një duke fol, e duket që shumë miri tu fol. Hesht, ndalu, se e merr vetën mësinsh. E merr vetën mësinsh dhe nis me gabu. E në qoftë se je duke hesht, ama tamamile duket shumë heshëm duke hesht, nisja fol. Se e merë mësinjë vetën, në ma folë me, ki pa një lutë, mazalla që një fjallë se nëzirë. A i dy kështjetë rritë snalet, shumë ka e prapë. Jo, duhet me folë ku duhet edhe me heshtë ku duhet. E këta ku duhet me folë? Qa janë puna, si me ditë ku duhet me folë dhe ku duhet. Me ditë ku duhet, mos me folë. Se zeli prej u që e din ku është heshëm me folë, ku është mirë me folë. A ma interesante në xhami Khatibi Anis, inna alhamdulillah, zemati. Se një ka lo më vetët. E tash me thonë si ato gratë e këqia, thonë, e ke ogja shumë bëna për në pështërëson. Që është ta? Unë njërë të folë, hudë, bja nisën me folë, lali me vëzën, s'ka kuptim. Ose hip, që unë pos briti me të go, hip t'i folë. Nëse nuk pëlqejnë derë si jem, shkon xhami tjetër. Jo, bë jo, nuk e pa ta ati, po mu kujtu diqka. S'ka hudë, bja si t'nisë, s'ka t'u kujtu, s'tu kujtu. Bili djetarë kanë thonë edhe me tesh, a du të me thonë subhanallah, ose elhamdulillah. A i du të me thonë jelhamukallah. Unë e thamë kur teshi, elhamdulillah. Shka du me thonë, falemderimi të konë Allahut që shpëtova, se e tesh me shpëton njeriu. Nëse shkon me vetë doktorin mirë, a i të kalzon, thot, mis me tesh mund është me plas. Eksplodon, copa. Pse ama kur tesh njeriu, ta më mire lirohet. A ban me i thonë jelhamukallah? Disa djetarë kanë thonë, jo, dhe kjo e ndalume. Pse se serioziteti, se njeriu folë 5 minuta, nuk me të dush me lidh fjallët. Njëherë unë në xhami atje, pa të thonë që vrakia, alkoholi, këto e ndalume, ama në xhenet i lejume, vera, e lejume, që qërshimi këshin mush, hoxha e ka po rakin, Allah. Allah alem ki ka pas mente ti. Dhe ne ka zonë që unë edhe andur të epidin i vodka, ishte ka kitu që unë ja këmë ba Allah. Mësë unë u dash javën arshme me demantur që su konë për qëllimi ati. Ka dalë inshallah hina në gjennet, kitë halal i kina. Ama të hina në gjennet njerë. Inshallah Allah në bandë mundshme të gjithve të hinë gjennet. Të ndërshë vëzër, shembulli i gjuhës është ai si kafsha e egrë. Do djetarë kështu e kanë krasu gjuhën, thot si kafsha e egrë, nëse nuk e fut në kafas do të shkoj kundra teje. E ki pa, a ka kafsh të egrë, dikush që i rumë të shpia. A e kini pa, dika, në luan, e ka gjetë pimalet e në e rumë të shpia, mos e lidh, luan, ose luan e që. Jo, për vëlla, se ban vaki. Pse se, di që e ha. E po gjuha që ashtu ha. Ban e plan që gjuha si luan. Nëse nuk e lidh, ta. Gjuha si kafshë e egrë. Du të me bloku me ndarë, se për ndryshe, fol të fol ati, fol, pëse shumë nga bona, ma shumë heshëm kërkam fali. Prapë edhe ati du kam gjika me edhe. E dini pëse, u kam suaj, unë nga boja, ama minjerë, ajo mira me kërku fali, ama jo 30 herë në ditë me gabu. Po sa shërish me një njerë. Një ditë ta fal, ditën ditë ta fal, 30 ditë valas ta fal. Pse se ti mo nuk o qëllimi që gabon, po i mësu me lujt ma atë. E gini pa dhe njëherë edhe te prot edhe loja. I në mësu me lujt, po sa shërish talë për trit, që për shembull ju trini kitë, mërkurën, 9 ora, lunë Real Madridi me Barcelona. Ketë janë bëhazën njerëzit. Asë misafir nuk shkojnë, nuk i apin këtë televizor, në cilin satelit e zenë, cilin ku e zenë, kësi e zenë. Ama me e keqja, të lujtë futballi, e di besi ha ndër me të veti muslimat. Po e me ka thonë gol, se ka thonë gëna, gol ke penal, ke aut, s'ke aut, punë e ma, për lene se ka gjishtar atje të këshire. Nëse do me pa, shife edhe mushin tash në konflikt. Ne ma shumë muhabete, shahemi e fjallozim ndër me të veti, ato fitën pare në veç i vnimi në metë.
Para qka djetarë kanë thonë edhe sportin dhe njerë, jo haram e gjimësa. Unë e vetë e kam me rakë, vallali. Ama që kështu, nuk ban. Vallaj nuk ban, për një me haram. Ata është mi anis mu rreth, edhe njerëzit kanë janë i dhnume për vjetën e Allah s'folin. Se tu fol. Ekipa ime, ekipa jote. Lene veti ote, unë që prapë e lidhe, që këtë gjëma, ne ekip, edhe ekipe kujtë, ekipe gjenetit dhe ekipe gjehenemit, ekipe të mirës, ekipe të keqës, ekipa që shkon në autobanin e drejt dhe ekipa që mundohet me shku në dhe shtremta për me përfitu haram, ose me përfitu në haram. Ne ekip i gjenetit dhe të më ban, edhe pse ka sportet që janë të lejuar, mirë po, jo mi kalu ingerencat si njerës. E ndërherë ne i te i kalojmë kufin si njerës e para qka këtë atëherë, edhe gjuhën se majmë, edhe mendjen se majmë, edhe zemën se majmë, edhe gabojmë. Sa dush që se lamë edhe se ma bëjnë një halal, ma bëjnë një halal. Ne ta bëjmë një herë, djerë, 30 herë, jo. Edhe treta si mësim dhe hadithi që e përmendu, mos lakma atë që është në duart e njerëzit. Kjo është problem shumë i madh, ku njerëzit lakmojnë në diçka tjetër. Lakmon, çfarë keri ka? Po dhe tjeve kini golf, ose një zastafa, një juga, e kini kërë. Sa guma i ka kërë, jo sa guma i ka. Të vetë atë, kur vjen një në vetë me registru 500 euro, të 100 euro. Vetë atë, kur im në gumat e dimnit, 1000 euro, të me 72 euro. Në më thonë, kitë matematika, ama aje, di qëfar valani kishtë. Nuk ka puna, se ti me të dhonat këtë, ditit se në ma. Bilja falë dhe i kujtë, vetë që shumë shtrejnët. Po lakman, mos lakman për shpina e huj, mos lakman, lakman namazin e mirë dikush që e ban. Pse s'lakmojmë ne sheveve sa heshe me ebse qatin, sheveve sa heshe me ma Ramazanin, as një fjarë se njënë dhe gjënë, kur ma Ramazan kryjnë të poshtë e ma. Po lakmojmë në kerin e huj, në patikat e huja, valla ki Nike, ka onesh, Allah me firma se në lezoj kineski, ka e pratë. Dhe më thonë, lakmon në sejndë që ma pëse Allah nesër t'i jep ti. Allah t'i jep edhe dikush ka me lakmu t'a shofmi sa azgan në dhanjën e pasurisë kjo më ban. Ta që, po shemë sot shki nesër t'rap milionat i ban. T'a shofmi ato fukarat, pas taj se ti dush me e dit, se nëse ke lakmu ti ndika edhe aj lakmon ti. Edhe aj dhe shte hekva lakmin njerëzve, s'mundësh. Pra qak ne duhet me lakmu në punë mira, a janë qështjet kësaj botës. Si do qoftë, epshi e qonë njeriu në dyftërësisë, edhe lakmia është pjesë e epshit dhe janë humb njeriu të knatësinë e ibadetit. Ku t'ja nisim me lakmonat. Qëfar dhamë, kja akëll balë. Edhe dhamë t'ja lakmon. Po lajme 17 herë në ditë, shko të doktori pastroj, shife doktori së më doa, thot laj 3 herë në ditë, njerë në 3 mujtë, lajme se qëfar dhamë maj. Po dhamë t'i ka të mira se i procedurët t'i ka që në vend. Dhe më thonë njeri kur janis me lakmu edhe më nuk e di se sa lakmu. Si do qoftë në shëllëzër. Në këtë hadith i kemi 3 mësime. Ato mësimet janë për mu, fillimisht pastaj për ju, për të gjithë muslimat. E para, kur ta falim namazin t'jemi më si qertë, me frikë respekt dalim për Allahut, sikur me qenë namazi i janë i fundit dhe takimi i janë i fundit me Allahun subhanahu wa taala. E dita, kush e di çka ke ditë? Ha? Gjuha. E treta? Se do të voglit. Mashallah. E dita, gjuha nuk zgjatët. Qaj që shumë e vogël, ama shumë potere. Shumë problem. Valla luft qënë. Në luft shtinë. Gjuhën ta përdorim sa ka nevoj, a ma shumë ta përgosim edhe treta, mos lakmojmë, po të knaqim me matë që në ka dhonë Allah subhanahu wa taala. E lusë Allahu në lishanu që të gjithëve të në uzon edhe të gjithëve se bashku në gjernet në qanë e kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.